Një fermë modele kultivimit të mollëve bashkë me teknologjitë më të fundit, si dhe një qendër për seleksionimin dhe paketimin e mollëve, do të ngrihet në Korçë, si një investim i bashkisë për të krijuar mundësinë për fermerët që mollët të arrijnë edhe në tregje më të mëdha, e rrjedhimisht të sigurojnë më shumë të ardhura. Lajmi është bërë nga kryebashkiaku Sotiraq Filo, i cili tha se ky është një projekt që do të nisë realizimin e tij vitin e ardhshëm. Ky projekt do jetë shumë i rëndësishëm sepse do krijojë mundësinë për këtë produkt që është shumë i rëndësishëm për bujqësinë edhe për fermerët e zonës, siç është molla, që të ketë mundësi të trajtohet sipas standardeve bashkëkohore, duke u seleksionuar dhe paketuar sipas standardit dhe duke ju krijuar mundësinë fermerëve që pas këtij trajtimi të ketë mundësi që ky produkt të ketë akses në tregje më të mëdha dhe me çmime më të mirë, pra të krijojë mundësi për të ardhura më të mira për fermerët që merren me këtë kulturë të rëndësishme. Ky projekt i Bashkisë së Korçës pritet të japë një tjetër hovë zhvillimit të bujqësisë në këtë zonë, duke vënë në qendër një nga prodhimet bujqësore më të përhapura dhe më të njohura, siç është molla.